A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum, shikues të nderuam, vazhdojmë me podcastin e radhës me hoxhën e nderuar Bekir Alimi. Mirë se erdha hoxhën. Mirë se të kemi gjetur, son Allah të jap shëndet, suksese, bereqet. Amin. Këto aktivitete që i bën. Amin. Hoxh, një thënie shumë e bukur e thjesht nga Hasan el Basriu. Ndoshta ta komentojmë bashkë me juve. Hasan el Basriu kush ka qenë shkurtimisht nëse ka mundësi. Tabiinu kom duket, a? Hasan Basriu, Hasani nga Basra ndaj quhet El Basri, Basra që është në Irak si qytet sot aty. Ka qenë njëri prej dietarëve të brezave të artë të Islamit, njëri i devotshëm, i thelluar në dijet fetare, dhe normalisht kur është njeriu i thelluar në dijet fetare dhe është i devotshëm, Allahu i jep pastaj urtësi. E kjo ka ndodhur me shumicën e dietarëve të brezave të artë të Islamit. Edhe citatet e tyre, domethënjet e tyre, porositë e tyre kanë kalu kohën kur janë thonë edhe janë bë te historike. Realisht prej atëherë kur ka jetuar Hasan Basri rahimahullahu taala shekullin e dytë të hijretit e deri më sot shekullin e 15 janë ala aktuale. Kanë qenë dhe janë aktuale dhe do të jenë aktuale deri në fund. Pse sepse ata do thotë i përkthejnë kushtimisht thonë porositë hyjnore, porositë pejgamberike me një gjuhë e cila është e lehtë dhe kuptueshme për shoqërinë. E kjo është Hasan Basri. Biografia e tij është e begatshme shumë, nëse nalim në me fol për të, ndoshta faktikisht në më shumë kohë, domethënë edhe nuk do kemi mundësi më me vazhdu me analizu margaritarët e tij. Ki Hasan el Basriu kish pas thonë një fjalë shumë të madhe. E kishin pas pyet domethënë Hasan el Basriu, cili është sekreti i devotshmërisë tënde? E ai u aktheu, Hasan el Basriu. Do thot brenga e njerëzve, të fillojmë rënd një pas një. Brenga e njerëzve ka qenë vazhdimisht me kuptu se çka e ndihmon besimtar me kon i devotshëm. Sikur se përmenda pak më atë, ka qenë model i njeriu të ditur dhe të devotshëm. Do thot asnjë presion se ka ndalë nga adhurimi i Allahut dhe përhapjen e tyrisë fetare. Asnjë ofertë joshë se ka ndalë nga kjo detyrë. Do thot asgjë s'ka pas mundësi me mashtru, asgjë s'ka pas mundësi me qenë si lakmi i shkak për me ai me largu nga kjo rrugë, domthonë këtë sfidat me cilat është ballafaqur ka kaluar me sukses dhe ka vazhduar në rrugën e diturisë dhe devotshmërisë me qenë model. Tash normalisht kur shohin njerëzit përreth tij se është aq i devotshëm me gjithë turistnit e jetës dhe joshjet që i ofrohen njeriu, atëherë ka një sekret. Dhe njerëzit kanë pas dëshirë ta dinë sekretin që ndoshta dikush për tyre që e përcjell jetën e tij të bëhet si ai. E tani ne për shembull nuk mund të arrijmë në nivelet e tyre sepse edhe s'kemi jetuar kohën e tyre dhe se kemi pas durinë dhe ushtrinë e tyre. Mirë, por ne sot andaj dietarët musliman njëra prej shkaqeve që rrisin besimin e besimtarit, imanin e tij, është leximi i biografisë të muslimanëve të parë. Kjo do të thonë me përjashtu leximin e biografive të muslimanëve të mëdhenj që jetojnë këtë shekull, por ata janë specifik, janë të veçantë. Dhe andaj kur lexon njeriu një libër, për shembull fragmente nga jeta e sahabëve, për shembull, ose fragmente nga jeta e tabiinëve të Abdulrahman Rafet Pashës, dy libra të përkthim gjuhën shqipe, edhe i shef ato ndodhi e para i duket se janë të pamundshme me qenë njerëzore, me qenë reale. E dyta pasi që bindet se janë reale, kanë ndodhur me të vërtetë, atëherë thotë çka është ajo që i bëri ata të këtij nivelit kaq të lartë. E treta thotë si ka mundësi të bëhen unë si ata. Edhe kjo është shumë më e rëndësishme si pikë. Njerëzit në mungesë të modeleve konkrete praktike bie intensiteti dhe bie pozita e diturisë, devotshmërisë dhe sakrificës në nivele shumë të ulta. Se zakonisht rinia jon krahasohet me atë që është si ai apo ndërte në aspektin e diturisë, e devotshmërisë dhe sakrificës. Rall gjend dikën që krahasohet me atë që është mbi te. Edhe kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dhuntit materiale, thot krahasohet me ata që janë nën teje, krahasohet me ata që janë nën teje, që të mos i nënçmosh dhuntit e Zotit që i ki. Kurse në dhuntit fetare krahasohet me ata që janë mbi teje, që kur njerë mos jesh i kënaqur me gjendjen në cilën jeti.
E tani rasti i Hasan Basriut rahimahullahu taala me këtë pyetës është më kjo. Ka rritë një nivel të lartë, edhe kjo pyet cili është sekreti. Po. E Hasan el-Basriu, Allah e mëshiroft, përgjigjet. Thot i kuptova 4 gjëra. E para, e kuptova se riskun tim se merr dot kush ndaj edhe zemra mu qetësua. E dyta. Veç pagës. E Atë para. nalmi të secilla. Po, secila një nga njëra. Po. E kuptova se riskun tim se merr dot askush ndaj edhe zemra mu qetësua. Njëra prej problemeve më të mëdha që e mbregosin njeriu, e prekupojnë atë, i bën shqetësim, i bën ngarkesë psiqike dhe bëhet shkak për lehthitje dhe vjem është puna e rrezikut, furnizimit, pasurisë. Do thot sa do kem unë furnizim, sa do kem pasuri, çfarë buxheti do kem unë. Si do jetoj. E tash Hasan Basriu rahimahullah që thot, jo e kuptova vetëm, po u binda se rrezikun tem se merr askush. E ka caktuar Allahu. Domethën krejt krijesa që ka krijuar Allahu i Madhërisht, secili e ka caktuar do thot sasin e buxhetit që ka me harxhuar gjatë jetës së tij. E kena me fol shumë për çka. Ose ka me posedu. Andaj thot Allahu i Madhërisht, "Wa ma min dabatin fil ardi wala fis sama illa ala Allahi rizquha." Nuk ka krijesë që është krijuar në tokë në qiell përveç se Allahu e ka marrë përsipër furnizimin e saj. Ndonë jo vetëm njeriu, po edhe kafsht, po edhe insektet, po edhe shpenzt, po edhe larvat, krimat. Këtë çka ka e krijuar që hanë dhe pinë, ushqehet, Allahu i ka furnizuar ata. E ka marrë përsipër furnizimin e tyre. Që prej gabimeve më të mëdha që bëjnë njerëzit është që nga friga se ka Mehmet pa buk, ai vjedh. Nga friga se ka Mehmet me pak parë, ai rrejn. Nga friga se s'ka me pas shumë parë për voqefe, ai mashtron. Edhe mendon se këtë formë e shton buxhetin e vet. Edhe çka ndodh? Po ti me një rrejn e shtove, të mos shiten një mall rrejnshëm ose me një vjedhje që për më bore pasuri më shumë, me një mashtrim, më nuk e kupton se radhën e dytë, tretën, katërtën del boja, edhe më nuk vjen kushte me bletë ti. Kjo është forma e parë se i hupti bereqetin e pasurisë tonë, sasinë e pasurisë tonë. E dyta është që ti nëpërmes rrenës mashtrimit ndalesave fetare, ti humb bereqetin e pasurisë. Ti mundesh me bë miliona, po mos me pas vlerë dhe peshë në jetën tonë. Mos e mujti me shiju ato. E treta është, do të thotë se harami, do të fitimi i rrezikut me haram të kthehet pastaj në probleme psiqike, probleme shpirtërore, probleme shëndetësore. Atë nëse me harxhohet pasuri për me bëj qef e dëfrim margëtim, ti faktikisht harxhon për spitale. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu e ditë se njeriu lakmon me shtu pasurinë, sepse Allahu i Madhëshëm kur e përshkon njeriu, thotë alladhi jama'a malan wa addada. Si e përshkon thotë ai i cili grumbullon pasuri dhe numron. Kanë qef njerëzit me numru parë, merr një domethënë dush me parë që themi na, një grumbull parash edhe i numron. Sa janë? 5, 10, 15, 20. Edhe një lloj kënaqësi, edhe pse janë parët e huaja ndoshta. Se do njerëz janë si ata që punojnë këmbimorë, non stop janë me parë, po si kanë të vetat. Edhe tash njerëzit kanë qef domethënë me grumbullu pasuri edhe një lloj kënaqësie e shijojnë kur e numron pasurinë. Kështu e përshkruan Allahu njeriu. Dhe përshkruan Allahu dhuxhalal njeriu se thotë yuhibunha hubban jama, pasurinë e dojnë me një pasuri me dashuri të madhe. Mirë, po pse ti e don pasurinë shumë dhe ki merak me pas grumbull që me numrua, që nuk duhet me kon shkak që ti me kalu kufirin fetar edhe me e li për rrezikut me haram. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab." Keni fik Allahun dhe kërkoni pasurinë me halal. Fa inna ma inda Allah la yunalu bima harramahu Allah. Sepse ajo që është Allahu nuk fitohet me atë që ka ndaluar Allahu. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna ruha al-Qudus nafatha fi ru'i anna nafsa lan tamut." Erdh Gjibril alayhis salam dhe më frymëzoi në shpirtin tim dhe më tha: "Asnjë shpirt nuk ka për të vdekur derisa nuk e plotson rrezikun e vet dhe xhelin e vet." Që ti ke me jetu aq sa ki rrezik. Dhe nuk vdes pa e përfunduar rrezikun tënd. Edhe andaj tha ittaqullaha wa ajmilu fi talab, keni fik Allahun dhe lipni rrezikun
me halal se ajo që është te Allah nuk fitohet me haram. Andaj dëshira e flakët e njerëzve me grumbullu pasuri dhe në momentin që ai shef se s'është arrit qëllimit me halal, me mund, me djerës, ai fillon me haram, me vjedhje, me rrena, me mashtrim, me tregti ndaluar fetarisht, për shembull puna e drogës, shumë të ri mendojnë thotë, ai se unë e bëj parë, ja nisi punoj me barë edhe shes, domosdoshmë si thënë gjuhën e shkupit pa kofka, edhe bëj parë. Edhe fatkeqësisht një pjesë e madhe të rive janë të mashtruar, ose shesin bari, ose shesin domethënë pa kofka. Për shembull aty i hecus, bën parë. Po i bën parë, unë thash disa sene përpara. Ai bën parë si sasi, po s'ja shef hajrin. Kur i duhet më shumë ti si ka, e para. E dyta, bën parë, po nuk i japin kënaqësi ato parë. E treta, bën parë, po vetëm mi harxhuajnë qefin ndërfime shkon në spitale. Çaj parë çka se e ka? Ose në burg. Ose në burg fundi. Kjo është më e normalta, më e zakonshme që ndodh domethënë me këta njerëz. Më e madhe se kjo është turpi, se ti ketë më hallat njohin si është njëri që shet drogë. S'mund të me kon i mirë, i madh, i ndershëm, i moralshëm, e fisnik e bujar nëse merret vesh të shet drogë. Dhe për këtë arsye ne i themi, do thotë rrezik është i caktuar pe Zotit tëm, unë jam i bindur. Mos të keq kuptoni, nuk i kena armë që ato ne po i këshillojmë. Çka i kishmi këshillu? Shife, mohabeti i armiqësisë. Po. E keqja duhet luftohet. Po. Po marr parasysh e kam vëlla, e kam shok, e kam kuishi. E keqja duhet luftohet, jo për mua. Para. Se unë nuk jam viktimë e punës atij. Po domos. Po nesër ka mundësi me kon viktimë fëmia jam. Ka mundësi me kon domosdoshmë fëmia i kuishis. Kjo është e para. E dyta, ai është viktimë e kësaj pune që bën. Ai ka më psu gjithsesi. Nëse ai nuk e pson sot, ka më psu nesër. Nëse e mbulon një inspektor sot, ka më djeg tjetri. Se fatkeqësisht na e dim se si zhvillohen sendet tona. A më gjithsesi ai fund ka më shku pas grillave. Edhe kam i dal marrë janë shesh. Nëse ja ka ditë që më hallat është atin ke shkupi. Edhe më e keqe se kjo është ai s'ka mundësi më apo herën dhe bereqetin. Se edhe nëse ku do doje më martu kam thonë lënë besoj drogirash. Nëse ai narkodiler. Edhe mundu të me grumbu pare, po s'ja shef hajrin. Domthon pasojat negative që i vijnë pesë janë më të mëdha se pasojat pozitive. Ndërhina është pakës. Na të themi këta njerëz domthon na i duam se janë pjesë e popullit ton edhe lagjeve tona, ama si tutemi kërkujt. Absolutisht. Edhe kjo është shumë më e kuptu. Se nuk kemi nevojë ta me relativizuar tash vërtetën se valla ata janë ganga, domethënë tash na jo. Na vesh Allahu ti tutemi. Edhe na i këshillojmë pse i duam. Pse na dhimbsen. Se fundi i tim është i keq, na kemi raste shumë që i njohim personalisht. Vdekja ty vesh shkoi me smundje, me kancer, tjetër shkoi domethënë njëjtë me kancer tjetër. Përveç burgut, përveç do thotë mos bereqet nga e pasuri, fundi i tij është mjerim domethënë, nuk i vjen puna as me bo familje se si jep nëse kërkosh ngelet vet. E na folin për këtë tema e para pse duam Allahun, edhe pse halal dhe haram është i qartë fen islame. E dyta folim pse i duam njerëzit që i kemi rreth e përçark. Edhe i këshillojmë, edhe va kemi dert edhe gale, edhe bëjmë dua që Allah i t'i udhëzojë gjithë ata. I t'i lën këtë punë të pista se s'ja shohin herë. Nëse tash na folën për drogën, që është për shembull, si më thonë, një lloj stërshitje në dorë, edhe në përqoshe, po nuk është më pak haram korrupsioni. Nuk është më pak haram abuzimi me pasurinë publike ose buxhetin e institucionit ku ti punon. Njëjtë është. Ajo është domethënë i për shembull, çka është ajo irrituese. Ajo është i përbuzën, a ki me rroba domethënë firmato që dhënë të Shqipërisë, me kollare, edhe vozitet me makinë domethënë zyrtare, e këndej vazhdimisht e ke çpërdor buxhetin, ki është zotni. Ja. çka a ka mundsi pak më thjesht, ki çka është në post, çka është në qeveri, korrupsion, ne e dina fjalën korrupsion, ama më thjesht, çka është haram, çka është në korrupsion. Çdo parë që e merr përballë shërbimit që ja bën qytetarëve, në pozitën që ka, çdo parë që e merr është korrupsion. Do na 200 euro lehtësoma çiket, haram Çdo është. parë që e merr domethënë, për një punë që ti ke obligim për shkak të kontratës punës që e ke, me ofruar klientit, Domethënë rrogën e kiti. po, për atë punë ti plus kërkon parë shtesë, është korrupsion. Edhe është ndaluar, është pasuri haram. Edhe na vazhdimisht e themi këtë gjë dhe fatkeqësisht vazhdimisht na vijnë informata se njerëzit kur hyjnë ato rrethe vicioze, do ngelen viktime atyre trendeve dhe zakoneve që dikush i ka nisë më herët para 20-30 viteve.
Edhe së ngjen një burr më thonë, ej, ke çka ke deri sot të tjes ka mo kësi lloj mekanizma. Na jemi pjesë e punëtorëve që punojnë në këtë institucion, kemi nënshkruajt kontrata për punë caktuar dhe rrogë caktuar, dhe na kemi detyrë dhe obligim me shërby këta klientë që vinë me kërku shërbime për neve. Është një arsye se nëse nuk vjedh unë do të vjedh shkau Maqedoni. Nuk është kjo përgjigje e saktë fetarisht, sepse fundit secili jep llogari për punën e vet. Edhe na i themi, nisja ti e bënu i ndershëm, gushtoj rrethin të pandershmit. Bënu shembull për tjetrin që është i ri, edhe Allah s'është bëu i pandershëm. Që të ketë model ty e mos të ketë model atë tjetrin që është i pandershëm. Edhe i treti, edhe i katërt, edhe i pestë. Kështu nëse secili prej neve insiston dhe lufton me konin ndershëm, edhe pse ambienti është i pandershëm dhe atyre u pengon se vaprish shemën, ti duhesh me insistuar në ndershmërinë tonë, se fundit ti kemi dhënë llogari për vete para Zotit. Edhe ai ka dhënë llogari për vete para Zotit. E kjo nuk është justifikim. Se njëra prej mashtrimeve që ja bën shejtani njëtë është më kjo. Hoxho, mirë e kiti. Po unë aty nëse punoj si thënë ata, mu marginalizojnë, se më japin asnjë pozite. Sa të kam bërë një shemë, edhe shema unë i marr atyre për çdo punë që ja kryejn klientave që ja kanë obligim ja kryejn marrin parë. Edhe shkon domethënë ceku ditor ndoshta me qindra dhe mijë euro. Që i ndajnë ata mes vete. Nëse unë zbona pjesë e atij grupit, ata më lën mas dora, as se kuptoj punën, as mund të avansona, as domethënë faktikisht nuk jam njeri më i rëndësishëm në atë vend, edhe mbetna sikurse mos më kon punë hiç. Ne i themi, ndershmëria jote është më e madhe, më e shtrenjtë, më e shenjtë se sa ti bëhesh pjesë atij grupit. Pse? Se fillim ti ndoshta bëhesh pjesë atij grupit me padëshirë, pastaj fillon me të ardh amal edhe mazën e bëhesh, ja kalon ndoshta këtë grupit me makineri që i përdor ti për me e legjitimu atë hajni, atë korrupsion dhe për me e legalizu faktikisht atë vepër që ti e bën jo legale në vendin e punës tonë. Kështu që edhe ai që punon në institucione shtetërore dhe keq përdor pozitën e vet, grumbullon pasuri haram sikurse edhe ki. Edhe çka është një send. S'ke me mujt me marr më shumë se sa e ka caktuar Allahu për ty. Për shembull, nëse Allahu ka caktuar që brenda vitit 1447, cilën jemi na, viti hijretit, apo 2025, keme pas të ardhunat, supozojmë 25.000 euro. Ti ma shumë se 25.000 mund është me marë. Ndash vjedhë, ndash vjedhë. E ta, jo, veç pakës. E ta është, ato 25.000 mund është me bo ketë me halal, edhe me Allahun mirë, edhe me vetën mirë, edhe me njerëzit mirë, ose mund është me bo ketë me haram, e me kon keq edhe me Allahun, edhe me vetën edhe me njerëzit. Edhe ki mundësi, për shembull, ato 25.000 mi pas pak halal, pak haram, të përzime, që dë njerë me konë mirë me Allahun, dë njerë me konë keq, dë njerë me konë mirë me vetën, dë njerë me konë keq, dë njerë me konë mirë me vetën, me tjetë, dë njerë me konë keq. Kush e përcakton këtë, domethënë, a jemi puro me buxhet pastër, apo jemi krejtësisht me buxhet pa pastër, apo jemi me buxhet përzim, na e vendosim atë fort. E këtu është me rëndësi, do thotë dy komponente. E para kjo që e përmend Imam Hasan Basriu rahimahullahu taala, bindja se rrezik është ndër Zotit. E dyta, do thotë është janë këshillat e vazhdueshme fetare se atë që kita Allahu se ne fiton me haram. Edhe e treta është se domthonë nëse një trup ti e ushqen me haram, djegjes së xhenemit ai trupi jot s'ka më shpëtu. Realisht ti e trash atë trup, e mush me dhjam, e rrit, nesër, domthonë nesër ku digjen zjarr xhenemit Allahu na rujt, me kërcëllu ma shumë ajo djegje. Allahu na udhëzoftë na fort. Se zjarmi i xhenemit është një moment shumë i vështirë dhe është trishtues që fatkeqësisht sikur ta kishin menduar njerëzit këtë punë shumë më ndershëm edhe më të moralshëm ndeshin. Kështu që na i themi edhe atij që e vjedh tokën e huaj për shembull, e lun megjen ose e vjedh pasurinë e huaj. Jo më larg sot. Po më tregon një mik që jemi, një djalë i ri ka shku me ndihmë dikan në punën e vet, edhe e shef një parë aty dikun e vjedh. Nuk i bën der as vetvetes, as familjes vet. Gjithsesi do thotë e shqetëson atë pronarin asaj pasurie, po e shqetëson edhe atë që e merr vesh këtë lajm. Edhe më ai njeri të ketë kush ka me marr vesh veprimin e tij, nëse nuk pendohet, bjeraj shumë poshtë. Edhe këtë e shohin me rezervë, këtë shkojnë i afron atij me frikë, edhe askush nuk e llogarit njeri më të ndershëm, të moralshëm, s'ka ku një farë vlerë më në shoqëri.
Edhe çka ndodh, zakonisht ata që fitojnë pasuri me vjedhje e harxojnë pa dhimbje. Edhe shumë shpejt bëhen buxheti i tyre bëhet zero. Edhe ai duhet me vjedh përsëri. Edhe i themi na se parja hazër do harxohet shpejt. Ti nuk e kursen, ti nuk e run, se nuk ja din vlerën, nuk ja din peshën, nuk ja din ngarkesën sa e ki pas tu e fitu. Haram geldi, haram gitti. Ashtu thënë të na po. Edhe ashtu është e vërtet. Ama kjo nuk ka problem se ti jetë pa pare. Megjithëse ata i rok panike kur jesin pa pare. Edhe më njerë fillon me bo shemën e dytë ku ka me ra. Problemi është se kjo të shtenë me bo edhe një vepër tillë, ajo pas edhe një vepër tillë shtohen në veprat e tuja haram, sa që ti fillon e mbulohesh me gjunahe. E kur mbulohet zemra jote me gjunahe, pastaj është shumë problem me pastru atë. Vesh një pendim i thjesht, një istikfar i thjesht nuk ta lanë në zemër. Se tu ka nxi zemra këtë me gjunahe. E ki nevojë faktikisht për shumë pendim, shumë vepra të mira që me shpërlat zemër që pastaj më u rikthin në normalitet. Andaj kjo fjalë Hasan Basrius isha i bindur se rrezku është i saktuar pi Allahut. Andaj u qetësova, është perfekt, është tamam recet, tamam është as më nervozu. Zgjidhje që ti qetëson, për shembull, e di ç'është puna, kur ti i shqetësuar, ti edhe punën tonë se ne bën tamam. A thu sa kam më marrë? Kam marrë 50 euro, kam marrë 100 euro. A mjaftojnë 50 euro ose mjaftojnë? O vëllau jam, ti bën e punën. Ti ndoshta i meriton për atë punë 50 euro. Vjen dikush t'i jep edhe 50 bën 100. Vjen për shembull një smundje që ka pas me ardhe ti, trun Allahu dhu xhelal që ato 200 euro, jo 50, që pas me argju para smundjen, ti kursen Allahu. E kështu që kush është i qetë edhe jep hakun punës, edhe e shton sasinë e punës, edhe është rahat në familje, është rahat me koshi, është rahat me shoqni, me koleg, edhe ka kënaqësi jetë e tij, ka lumturi. Kjo është duhet mu qetësu me faktin se ta ka shujt Allah hiç mos ban zon, apo. Duhet me dhënë me shtu. Po, është çështune, mirë po, kjo nuk do me thonë që ti mos me puno kur gjë, se kanë njerë keq kuptohet kjo. Kokër shpinës, jo. Edhe rrin kokër shpinës me benzinë e babas, jo themi na shpesh. Ajo është në çmim i vetvetes. Do këtë kjo fjali, këtë kjo që tham deri tash të fjalë, vlen për njeriu që qohet e fal sabon edhe del bismillah pi shtëpia li për riskon. Punon, hakat, me djers, me halal, pa gabime, pa gjunohe. Edhe vjen masi për në orë i punës të shtëpia, është i qetë. Unë sot e bona sebepin, edhe është mundin, urujta pi haramit, tash alo Allahu ndor me më furnizu. E nëse thotë Allahu nuk ka krijesë në qiellin tokë, që Allahu nuk e ka marrë përsipër furnizimin e tij, çka mendon për ty? Ka me të Allahun edhe më shumë. Dietarët tregojnë një ndodhi të një njeriu i cili një ditë për ditë pa një bubrec. Dhe interesoi jeta e tij. Edhe e pa se e bubreci, domethënë gjatë verës e mbush shtëpinë e vet që ka në tokë me kokra grurit mjaftueshme, mjaftueshme për ato ditë e dimni që jeton ai pa dalë mbi tokë. Bubreci. Edhe ky njeri e mori bubrecin, e shtini me një gavanos, edhe ja shtini aq kokra sa i kishte ai në atë vendin në shtëpinë e vet. Se ta ki bubrecit grumllon aq kokra që i duan, edhe unë ja hap aq. Mirë po ai bubreci, domthon ato kokra që kishte në shtëpinë e vet, me përfundimin e ditës fundit dimrit, ai e kishte kokrën e fundit të hante. E kur e shinin gavanos dhe mushi me aq kokra sa kishte në shtëpinë e vet, kaloi dimri, po përfundon bubreci gjysmën e pasurisë, gjysmën e kokra kalon pa hangur. E tash kjo normalisht kjo është do thotë është shembull thjesht do thotë për me marrë mësimin edhe porosi. Po. Edhe i thot njeriu ti bubrecit, thot ti kaç kokra gruaj ke pas në shtëpinë tonë në tokë, edhe ditën e fundit dimrit e ke hangur kokrën e fundit. Pse këto? Megjithëse unë ta mbusha domethënë gavanozin me kokra sa ke pas edhe atje, këtu gjysmën e ke hangur, gjysmën e ke lënë. Ka thonë atje isha i bindun se Allah është furnizues edhe ai më jep vazhdimisht domethënë atë sa kam nevojë kur kam nevojë. Çfarë shembull? Ama tani ndodhi puna ndryshe, ti mshelen gavanoz. Shtem në shirën tonë. Bindjen te ti si kisha bindjen te Zoti. Se ti mundesh me më harrue, mundesh domethënë me
u shpërqendru pi rastit teme, punës teme, edhe unë i lash gjysmat ja unë këtë dimën, e gjysmë i lash për matutja, derisa të më tekët se më kishtin nga vanazer. E kjo është puna, subhanallah, dhe kjo... Sigur ta kena që këtë bindjet Ky shembull do thotë është me të vërtet reflektues si kemi nevojë na munal me pas bindjet të mëdha, bilëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë besimtarëve. Law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkul. Sikur ti ishit mbështetur në Allahun me një mbështetje të vërtet, do ju furnizonte Allahu juve siç i furnizon shpenzat. Dalin nga foreja e tyre bark zbrazur dhe kthehen bark ngopur. Do thotë shpenza nuk e menon nesër do ketë me hongër se s'ka depo ushqimi, është shpenza keni po domethënë ato folet e tyre. S'ka domethënë as frigorifer, s'ka as çdo ditë do të shkon edhe gjun gjahun e ditës, edhe ushqet. Nuk preokupohet ma që ndodh nesër me te. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thotë, sikur të kishit mbështet Allahut me një mbështetje të vërtet, do i furnizonte Allahu juve si i furnizon shpenzat. Dalin bak zbrazur, kthehen bak ngopur. Edhe na, ajo që kërkohet për njeriu është ta bëjë sebepin. Dalet kërkojë punën, dalet ta lipe rrezikun. Edhe kur kthehet te shtëpia, le të jetë rahat se ka më ardh rreziku me lejen Allahut, ka nuk e prat. Shumë bukur jeni të këshillu hoc, ne gjithmonë këshillojmë kështu, po e kum vërejt kur i postojnë në TikTok kësi në rrjetet sociale, kësi video këshilluesi dhe me kërës kjo është Allahu, mos bëni haram, mos vjedhni, mos bëni kamat, mos shitni drogë. Ka plot komentet të tillë, ju xhallar, ju keni parë, ju arabt, ju bin, ju lehtë keni veç gaga pritni hult, spononi. Nuk është e vërtet, kjo e para këtu janë domethënë shpif, janë trillime, janë fabrikime që s'është e vërtet, këto xhallar të punojnë. Do thotë ata që janë fytyra publike punojnë, jo kanë një punë, po ka 3-4 punë punojnë. Edhe realisht nëse punon si orar kohë edhe më punë, më shumë punon gjëra që tjetër. Ato pinë apo sabat, nora domethënë tani është nora 5:30 e deri domethënë mbrëmjen kur është jacia nora 7 tash, do thotë ato janë aktivitet të përhershëm. Ato që janë imam xhamie, po ato që janë profesorë në medresa, ato që janë profesorë në universitete, ata që punojnë edhe gjatë kohës, për shembull puna e shkrimit, puna e përkthimit, puna e ligjerimit, këto janë punë të mëdha psikofizike që e lodhin njeriu. Bile shpesh neve na ndodh kur ligjerojmë nuk e konsiderojmë punë. Kur ndodh me ligjeru bashkë 2-3 vende, atë shumë lodhesh ti psikofizikisht që domethënë nuk ki vullnet as me të bëma vet me dikan. A ke pa shembull ato baballarët tonë që ka bën punë fizike ose njerëzit që kemi shok veç fizikisht punojnë ata për me lodhën fizikisht ama psikisht janë të qetë edhe bëjnë mohabet edhe kanë. Ama ti lodhesh edhe psikisht dhe fizikisht lodhesh. Që e para kjo është domosdoshmë nuk është e saktë. Mos puna e spondilozës në kompjuter kur rri. Ajo është ndoshta si më thon të përkthi. Pasojë më e vogël, ama ngarkesat psiqike, puna e syve për shembull, dobësimi i syve të shikoj në kompjuter të lezu puna e eshtrave faktikisht spondilozën ku e përmendat ju. Ka shumë probleme edhe tjetra që është më me rëndësi sepse njerëzit duhet paguhen sipas nivelit intelektual që kanë. Tash ti për shembull me një fillore i komenton këtë hoqë dhe ti le të kisit i veçrin. Pa njëri ka bo shkollë, për shembull ka investuar në shkollimin e vet, ka shku 3-4.000 kilometër larg shtëpisë vet, ka ne 5-6 vjet, aty 10 vjet, 15-20 vjet. Ka bërë fakultet, ka bërë magjistratur, ka bërë doktoratur, ka net pa gjumë. I mërzitur për prindërit. Ka ditë pa buk, se s'ka kush e nimon atje. Edhe këta do t'i jalen mazdore edhe u tash t'i rrin, po ai rrin sa i ka bërë 20 vjet shkollim. Ti skiti ki fillore, ti s'mundesh me punu punë intelektuale. Dil ti kallzo ders. Po jo, hajde ti merr lexon gjuhë huaj, hajde ti merr përkthe nga gjuha juaj, hajde ti merr bën krahasime, bën hulumtime, pashallahu e madh, nuk e them këtë për me reklam. Ama kanë kur zhytemi na për libra na me lexu, bllokohet truni. Këtë domthon nuk edhe thu bile më kesha para 3 natëve në hoxhiri, ma që një libër për me kontrollu, një shkrim realisht, jo një libër, i thasha, ma bën halal nesër, thashe, sot kanë mbloku, s'po mujshë ma. Sa ditë i kisha incizova do emisione, domthon 10-11 emisione incizova. Shkurta, mirë po, do thot, më lodhen ata fizikisht, psikikisht, e tash e marr shkrimin në lezu, hupi shkronjat. Edhe thash, nuk është korrekt kjo, kjo është domthon shumë niveli i ulët i komunikimit me shkruajt komentar, ti rën ulti. Secili e punën profesionale të vetën. Ndoshta është pak personale, po
Edhe deputet rinë ullur, po e kanë rrogat e mëdhoja. Edhe ministrat rinë ullur, po pse kanë përgjegjësi? Se punën se kanë të rëndë, ama përgjegjësinë e kanë të madhe. Edhe kryeministri, po edhe gjykatësit për shembull, i kanë përgjegjësitë e mëdha. Edhe na për shembull si xhallar, ndoshta punën nuk e kemi shumë të rëndë fizikisht, ama psikofizikisht me të vërtet lodhemi, maltretohemi, plus asaj përgjegjësinë e kemi më të madhe që mund ta ketë një përgjegjësi dikush në tokë. Shef në çfarë thash? Përgjegjësinë e kemi më të madhe që mund ta ketë dikush në tokë, se kemi përgjegjësinë me përcjell fjalën e Zotit. Se unë këtë përcjell fjalën tonë ti thu jo, se kam thonë kështu, kam thonë ndryshe. Edhe korrigjon. Ama unë nëse folën e më Zotit edhe ja shtrembroj kuptimi i fjalës Zotit, mund pret ditë e llogarisë. Edhe andaj Allahu i Madhërisëm i ka këshillu dietarët që të jenë sinqert në fjalimet e tyre, që të janë të vërtetë në premtimet e tyre dhe në qëndrimet e tyre dhe vazhdimisht kontrollojnë atë që e flasin, që mos flasin në emër të Allahut pa dije. Madje në Kur'an të folish për Allahun pa detyrish llogarit mëkati më i madh edhe se shirku. Se të janë veshish Zotit diçka që se ka thonë. E tani na vazhdimisht kur flasim ka thonë Allahu dhu xhelal, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është të folish në emër të Zotit, në emër të fesë. E përgjithësia është shumë e madhe. Edhe për këtë arsye do thotë po flas për njerëzit serioz, për njerëzit që japin hakun, është normalisht në çdo profesion ka edhe të futur brenda atij profesioni, që janë janë meritor me kon pjesë atij profesionit. Kjo gjithë drejtime ndodh, po edhe mjekësi, por shumë ka shumë njerëz që veshin mantelin e bardhë, po s'janë për atë pozitë. Edhe politika, shumë njerëz që veshin uniformë politike, po s'janë për atë pozitë. Shumë njerëz veshin rrobat e gjykatit, po s'janë për atë punë. Edhe to xhallar ka njerëz që janë fut, s'janë të asaj punë, të asaj lemie, ama na flasin për shumicën ndërmuese që kjo. E treta që do të thonë është se realisht sa punojnë hoxhallarët. Çfarë shkollimi kanë? Çfarë kontributi japin, ata i kanë pagat më të vogla të mundshme. Edhe të ardhurët i kanë më të vogla piketëve. Edhe është, domethënë, është e turpshme ti me fol të mohabete kur nëse i kthehemi inkomave, domethënë faturave të rrogave, e shohim se ato janë minimale. E katërta, domethënë çka është edhe më e keqe se kjo, është se shumë herë nuk i marrin as ato. As ato paga, as ato rroga. E pesta është se hoxhallarët nga mësimet e Islamit, jo vetëm hoxhallarët, por edhe besimtarët, do të nuk qahen, nuk ankohen, nuk janë lypsa. E tash, kjo pozitë e njeriu të ndershëm reflekton të njerëzit tjerë se ky që ka i pasur që slip, që ka i pasur që s'ankohet. Allahu i Madhërisëm këtë fenomen e ka treguar në Kur'an, kur flet për besimtarët e vërtet, thot ata, thot yahsabuhumul jahilu min at-ta'affufi aghniya. Ignoranti kur e shef ata besimtarët e varfër, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund ta kupton se janë të varfër nga ndershmëria e tyre e lartë. Sa ata nuk lipin, nuk ankohen. Atë që kanë të ofrojnë, për shembull, edhe kjo ndodh edhe sot, na kemi shumë fukara që më shumë kontribuojnë për projekte të ndryshme fetare dhe kombëtare se sa të pasur. Ai s'ka bukë me hangër, po atë që ka jep. Ai tjetri çka s'ka, po nuk e jep sa jep ky. Edhe andaj edhe një pjesë e madhe e xhallarëve është edhe ky fenomen shumë i dukshëm, ata janë të ndershëm, janë të moralshëm dhe nuk e nënçmojnë veten me zgjat dorën, me lyp. Ama Allah e çon dikan që i po, normalisht Allahu o e çon dikan pi njerëzve, ose Allahu ja çon drejt prezeti furnizimin, domethënë ka nuk e pret ky njeri. Po, po. Më falo, është personale, po mas inshallah më lën ta tham që s'kam qore për ata. Më pyeti njëri tha punon Hoxh Bekir Alimi diçka, thash. Viç projektin hadith e pas namazit sabahut, i ki viç në YouTube i ki mbi 1000 derse, mbi 900. Thash vetë çiket nëse nuk e zë punë ti, nëse di çka e zë punë ti, do me dol me grupu bunara, çka do me bë, me gri boçun, çka do me konsideru normalisht na mos foli projekte tjera. Shkollimi jon, domethënë është shkollimi më marr me ditori. Po, nda. Edhe ajo që na mundohemi me bë rregullisht për çdo ditë është që shumicën e kohës që kemi zgjut me lezu. Që janë domethënë me 10 orë gjatë ditës faktikisht. E dyta, na mundohemi atë që e lexojmë me zgjedh më të mirë presojmë m'ia prezantu në gjuhën tonë, domethënë popullit tonë me lezu. Tema ndryshme, prej atyre fetare deri ato politike. E treta është do thotë përgatitja e mësimeve tona që na i bëjmë zakonisht
çtu në ndillën tonë që kemi të rregullta, po edhe mësime të tjera që janë domthonë her pas herë, për rasti i podcasteve ose ligjëratat në vende ndryshme, tribunat, seminaret e kështu me radhë. Bëjmë shkrime dhe përkthime të librave, bëjmë recenzime domthonë të librave. Realisht merremi domthonë faktikisht me konsulta të njerëzve, probleme ndryshme. Menaxhojmë projekte të davetit, menaxhojmë projekte humanitare, menaxhojmë projekte mediatike, menaxhojmë tash me nismet e numrit brenda ditës domthonë sa na aktivitete konkrete bëjmë nuk është në 50 aktivitete ditore. Po tash mund na ketë punë me atë tregu njerëzve domthonë çka të kombo sot të kombo. Mos e konsiderojmë punë, dojnë me të po fizikisht të punojmë. Po edhe fizikisht na punojmë, domthonë çdo 3-4 ditë mas sabot e pastrojmë edhe sokakun në shtëpi lagjes tonë, domthonë. Jo vetëm shtëpinë, po edhe sokakun e fshim për me dhënë modelin e mirë të një muslimani që nuk e pastron vetë shtëpinë e vet, po e pastron edhe sokakun, se domthonë na e kena obligim me pastru oborret tona, po me pastru edhe sokaket tona. Normalisht zanat kam pasur jam koni vogël, kam punuar me kputç, po tash që 30 vjet nuk e punoj zanat edhe ndoshta nuk muj me zhvillu, po dhe interesi për këtë zanat tash nuk është shumë i madh. Kundra. Mirë po, nuk jam unë mjesht ndërtimtarie, nuk jam inxhinier, nuk jam arkitekt. Na kemi shokë vllaznik që ata merren me kësi punë fizike për ditë edhe i shohim të i bëj këto punë. Po na sikurse e thashë dikon në një këshill, puna jonë është më e rëndë për gjithëve, se nëse ata punojnë me tulla, me gur, me llaç e me çimento, ne mundohemi me ndërtu njeriu. Edhe nuk ka material më kompleks se sa vetë njeriu. E lufta jonë është kjo, që njeriu ta ngrit pozitën e vet nga një njeri i shtipur, i shkelur, imagjinarizuar, i inferior në njeri që është bosht i gjitha aktiviteteve lëvizjeve, ta ngrisim intelektualisht, ta ngrisim fetarisht, të arrisim dinjitetin atij, ta ketë krenarinë dhe guximin edhe të jep kontribut konstruktiv në ndërtimin jo vetëm të vetes së familjes vet, por ke shoqërisë ku jeton ai. E kjo punë nuk shihet për njerëzit që kanë përfituar, ata janë shumë mirë njohur. Neve për çdo ditë na vijnë mesazhe. Nuk e teproj kur them për çdo ditë na vijnë mesazhe për njerëz që na thonë Allahu shpërbleft. Kam përfituar shumë prej filan postimit, kam përfituar shumë prej filan ligjëratës, kam përfituar shumë prej filan këshillës, kam përfituar shumë prej filan ndejes që na bë bashk, kam përfituar shumë prej filan motivimit. Vazhdimisht e tash kush ka përfituar prej këtyre këshillave, ligjëratave, shkrimeve, postimeve, ai e din vlerën e punës sonë. E ai që shikon nga anësh si ato plakat e mahallës që kishin dhe më dhonë veç me gjithë gabime, normalisht ata po jo s'kan mi po këto të mira. Se e di si kanë me thonë, i e të lavduan e këni. Jo, e di Allahu njëjtin. Mbi 900 ligjëratat mas sabaut mi përgadit, nëse çka nuk ka punë, unë se di çka është punë, subhanallahu, po hajde inshallah. Ne kemi detyrë obligim. Unë kam thonë edhe shokëve, për shpëzerasin veç me përmend, unë ndi vetën si obligim temin personal që jo vetëm 3 ditë, po më shumë edhe ditë tjera, nëse ka vullnet të xhamati me i marr ligjërata, më mësu fen. Po flasim pas sabaut. Se kjo është obligim jon, në pratë kemi mësu, pratë kemi shkollu, që atë dituri që kena marrë për dietarëve tonë, xhallarëve tonë, për librave tona, më ja përcjell popullit tonë. Edhe nuk kemi peshman kurr. Edhe elhamdulillah e ndim veten krenar që e bëjmë këtë shërbim, këtë hizmet popullit tonë dhe kena me vazhdu me bosat kemi jetë, sa të kemi shnet inshallah taala. Allah na e vet shnet e ymër e mundësi që mos mundar derisa të kemi frim me qenë shërbimin e fesë islame, shërbimin e vatanit tonë dhe popullit tonë inshallah taala. Ky podcast ka më pas dy pjesë, se edhe çka dytën ta komentojmë edhe ta përfundojmë dy tjerat i podcastin tjetër. Domethënë e kanë pyetur Hasan Elbasriun cili është sekreti i devotshmërisë tënde, u aktheu të parën e sosëm, e kuptova se riskun tim se merr dot kush, ndaj edhe zemra mu qetësua. E dyta, që po dojnë me komentuar tash, është kjo. E kuptova, thot Hasan Elbasriu, se askush nuk i kryen adhurimet për mua, ndaj edhe fillova t'i kryej vet. Kjo është domosdoshmë shumë është sukses shumë i madh, është kur njeriu i kupton detyrat e veta, obligimet e veta. Dhe se në fenë islame nuk ka zëvendësim në kryerjen e detyrës. Sidomos të detyrave që i ki ditore, për shembull puna e namazit. Askush nuk mund të më fal për ty. Nëse s'falesh vet, ti ke më dhënë llogari për atë që s'e fal. Nëse ti s'falesh, falët fëmia jot, ai për vete ti për vete.
Edhe kundërt, nëse ti falesh ai s'falet, ti për vete e për vete. Që Allahu i Madhëshëm e ka treguar në Kur'an shumë qartë, illa atihi yawm al-qiyamati farda. Secili njeri në ditën e llogarisë ka marrë te Zoti vet. Ai edhe punët e tija. Edhe llogaria kam ju bë secilit një nga një. Dhe i prezantohet libri ku janë regjistruar veprat e tija, secili njeri një nga një. E njeriu kur shef se çdo gjë është e regjistruar aty, i befasuar nga preciziteti, se skalon gjë pa regjistruar, edhe shumë gjëra që ti ke harru, ka me thonë, mali hadhe kitab, çka ka ky libër? Çpas ka ky libër që s'pas ka lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël pa regjistruar. Gjithçka regjistrohet? Gjithçka. Për shembull tash që jam tu. Këtë. Sunulloj Dje pi konti ujë. për shembull në podcast, i e lodh duke fol, e ke pi një gëllënk ujë, ta freskosh gojen që të vazhdosh komunikimin me mysafirin që e ki. Shënot. S'ka çdo gjë që çdo lëvizje, çerpikut, çdo lëvizje e dorës, çdo lëvizje e kamës, këtë regjistron. Andaj njeriu ka mu befasu kur ka me gjet librin, regjistrin me gjithë ato imsira. Edhe kam thënë mali hadher kitab, çpas ka ky libër që s'pas kalon gjatë madhe atë vogël për istu. E vazhdon Allahu dhu xhelal pastaj thot wala yadhlimu rabbuka hada, pse kjo? Sepse Allahu askujt nuk i bën padrejsi. Të gjitha veprimet tona, të mira apo të këqija, të imta apo të moja regjistrohen. Siç ka ardhur në ajetin tjetër surën Zelzele, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush bën sa një grimc atomi të mirave do ta shef, dhe kush bën sa një grimc atomi të këqijave ka për ta pa. E për këtë arsye, njeriu duhet me kuptu se nuk ka zëvendësime në detyrat personale. Nuk ka zëvendësime. Dhe aty nuk duhet me prit për tjetrit me të sos punët e tuja. Sikurse thënë kanë herë njerëzit, jam i ri kur plakna, për shembull, s'falna, po do të e paguj, jap sadaka, shembull. Ose ti kesh net ke pasurinë të shkon haç, ai kur vdes se ti ka bedel. Zëvendësim. Nuk mundet. Thot Allahu i Madhëshëm në Kur'an, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriu i takon vetëm ajo që vet për te ka vepruar. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Edhe pra shkak do thonë njeriu vet do të më mundu. Adhurimet nëse nuk i kryen ti, nuk regjistrohen në regjistrin tënd. Normalisht ka përjashtime, sikur është rasti i fëmisë për babën e vet, rasti i fukaras, për shembull, ose atij që s'ka pas shëndet për punën e haxhit, s'ka mujt me shku, ama namazi s'ka zëvendësim. E fale, e fitove. Se fale, do të shkosh. Realisht, Islami nëpërmes këtyre argumenteve fetare edukon ngritjen e vetëdijës dhe përgjegjësisë personale, individuale. Edhe kjo shumë është e rëndësishme se secilit njeri Kurani i flet këtë gjuhë, ti i ke obligimet tuaja. Nëse nuk i bën ti, askush nuk ka mundësi me të ndihmu. Tjetër, ti këto janë obligimet e tuaja. Nëse nuk i bën ti, askush nuk ka mundësi me të ndihmu. Tretit, ti këto janë obligimet e tuaja. Nëse ti nuk i bën, askush mu. Edhe kështu faktikisht kur na secili prej neve merr këtë mesazh kuranor, e kupton se domethënë nuk duhet me leju me ik asnjë mundësi për me kryen detyrë me lëm pas dore. Për dy arsyet kryesore. E para, për shkak se janë obligime tuaja personale dhe s'ka kush të zafson, e dyta për me shfrytzu kohën me mush me vepra të mira. Faktikisht me mush jetën me vepra të mira dhe me mush regjistrin me vepra të mira. Sepse na për çdo ditë përcjellim njerëz për te varrezat, i përcjellim nga kjo botë dhe e shohim në momentin që i vendosim ata në qefin, edhe në momentin që i vendosim ata në tabut, në sanduk, ati si lam asgjë me vete. Këtë që ka pas në pantolone, këtë që ka pas dveshura në trupin e ti, unos qoftë ajo, vath qoftë ajo, qafore qoftë ajo, biluzik qoftë ajo, janë nxjerri, edhe e lam zhveshur të më thonë trupin nga çdo peck ose stoli, edhe vesh me qefin e qefinosim, edhe e vendosim në tabut, në sanduk, e çojmë te vorret edhe aty njëjtë. Do të futet dhe pa asgjë. E kjo është porosi që të motivon ti mi kry vetë detyrat e veta. Atë ne populli ka thonë një fjalë shumë të bukur, shumë të mirë, që kanë herë keq përdorim, kanë herë ja ndrojmë vendin, nuk të kruan dora e huaj si të kruan dora jote. Ne këtë e përdorim të puna e ekonomisë e biznesit, puna e detyrave personale, adhurimit Zotit, obligimet ka shi
prindit, obligimet ka shi gruas, obligimet ka shi fëmijëve, obligimet ka shi koqësisë, obligimet ka shi shoqërisë, ka shi vatanit, ka shi fesë, atëherë i lëm ato në lart që themi na, ja të zhvillohen si zhvillohen, unë tifos, shikoj, para pëlqej me qenë tifos publik, ato le zhvillohen vetë si dojnë ata. Nuk shkojnë punë ashtu. Kur ti kryjmë na këtë obligimet tona, atëherë këtë kena me të mirë. Nëse unë i kryj obligimet e mia ndaj teje si koqëshi, dhe ti i kryen obligimet e tuaja ndaj meje si koqëshi, kena me të mirë. Ama, nëse për shembull ti bën zhurmë në shtëpinë tonë, me të cilën zhurmë pengon edhe mua. Në ora 12 natës, për shembull, në ora 1 natës. Do ti nuk i kryen obligimet e tuaja si koqëshi ndaj meje. Shqetëson. E kjo shqetësim mu më jep nervoz. Kjo nervoz më shten mua me mos më kry obligimet e mia ndaj teje si koqëshi. Edhe prishet ekuilibri. Edhe na vese me çu mirë dhe me kon në ndihmën njëri tjetrit, na fillojmë grindemi, edhe presim momentin që atë grinde ta shënojmë në zënk, atë zënk ta shënojmë në rrahje, e zoti mos e bof, pastaj rrahja të kalojë edhe vrasje. Sikurse ka ndodhur shpesh herë. E njëjta është puna me prindërit, është e njëjta punë me gruan, është e njëjta punë me fëmijët, është e njëjta punë për shembull me përgjegjësin që kemi në punën ku punojmë na, me përgjegjësit në institucionet edukative arsimore, institucionet politike që kemi kështu më radh. Fatkeqësisht, nëse na nuk e kuptojmë se duhet vetëm i kry obligimet tona, e mos me prit dikush me kryu, na kena me u zhvesh nga përgjegjësia individuale, edhe ka do e fajsojmë pastaj. Jo valla ai ka fajt, jo ky ka fajt. E ti a ki fajt, jo unë s'ka fajt hiç. Kjo është e vërtetë. Edhe pejgambimi më të mëdha që ndodhin është më kjo, se njerëzit do të vazhdimisht kanë prirje për të shfaqsuar. Edhe asnjë nuk marrin përsipër përgjegjësi. Edhe vazhdimisht i fajsojnë tjetër. Mirpo Allah i madhëshëm neve në Kur'an na mëson shumë mirë se kur të pyetni pse ju vijnë dështimet, thot Allah i madh kul huwa min indi anfusikum. Thuaj ato vijnë nga vetja juaj. Andaj, nuk i krij obligimet e tuaja si duhet, dështon. Jep llogari para Allahut. Të humbë bereqetit, të humbë përkraja e Zotit, ndihma e tij, lehtësimi për ti. Nuk i kryen obligimet ndaj koqësisë, e vun me koqëshin. Për shembull, nuk i kryen obligimet ndaj rrugës, mushet rrugët me brëlloqe. Pse se nuk e çet për shembull kantën e brëlloqeve kur duhet, por e vonon ose nuk i vendos brëlloqet në kant, po i vendos anësh kantës, edhe vinë ata e marrin kantën me brëlloqe, i lën brëlloqet anësh, do prishet ekuilibri. Po përgjegjësia është e jotja personale. Se ti nuk e krije obligimet ndaj tjerëve. Andaj kjo porosi e Hasan Basriut edhe pse ka të bën më tepër me raportin e njerit me Allahun, po ne e zgjerova për me dalë për me kuptuar se këto ajete, këto argumente fetare faktikisht bëjnë edukimin e njeriu që të marrë përgjegjësi personale. Edhe llogaria e tij ka më qenë me Zotin personalisht, dhe shpërblimi ka më qenë personalisht, dhe domethënë dënimi ka më qenë personalisht. Çu vet fale sabaj. Çu vet mos prit që tërkush me çun xhenet. Po, vet. Nuk mundet edhe me dash. Nuk mundet. Domethënë ti thuj sa të dush, për shembull kur vdesa e thuj la ilaha illallah, ai thot më. Nëse ka thonë kur ka gjallë, do thot e fiton shpërblimin e saj. Se ka thonë si bën dobi. Për shembull na shpesh e na ndodh na për varreza, vjen hoxha te kryeja ja ka ndon tallkinin. Domthonë është një rregull për rregullave tradit që e përcjellin te na. Dikush thotë që ka argument për këtë punë, na themi që s'ka argument për këtë punë, sidoqoftë është meselë juridike fetare, po tek logjika e veprimit. Ai ka vdek, ka hyrë në varr. Ti vjen i thu la ilaha illallah. Na themi, këtë fjalë është dashur me thonë se ka ngjall. Sa atëri kish bë dobi. Sot s'mund nuk i bën dobi. Tash ai ju ka mbyllur regjistri atij, ai ballafaqohet me punët e veta që ka bë. Nëse ka të mira, gëzohet. Po zoti mos e bëf, nëse ka të këqija, ai mërzitet edhe pikëllohet, po atje Silan Saki që vdiç që atje kur kush i bën dobi tani domethënë po. Kush do qoftë, ka lidhje domon emrat e përveçshëm tash po. Ma banavallazoni përmeni emrat e përveçshëm. Ai ta njëjtën PH me rakime se në Beograd, erdha te Poxha, i tha thuaj Leila tallkinja. Kush do qoftë, mohabeti është se na normalisht shpresojmë për të mirin, kemi frikë për të keqen, përderisa njeriu e thot shahadetin dhe nuk bën vepër të kufrit apo të shirkut, dhe kujdeset për namazin faktikisht nuk e nënçmon namazin, nuk e mohon namazin, i themi se ka shpresë për atë njeri me shpëtu inshallah taala. Po mohabeti është se
Nëse deri në ditën kur e ke dorëzuar amanetin, s'ke punu, mos prit se mas asaj dite dikush ka mundësi me të ndihmu. E përmendëm pak më atë përjashtime normalisht ka, sikur se puna e fëmis, i cili bën dua për prindin e vet ose musliman që bën dua për dikan ose jap sadaka për dikan, ato janë gjëra që janë përjashtim. Përndryshe mbyllet kapitulli, ballafaqosh me punët e tua. Edhe një herë do të them se kjo porosi e Hasan Basriut do thotë e motivon njeriu që punë vetveta vetë të ringati. Për shembull, te na shqiptarët kanë një fjalë, që thotë pse u kjo është i Zoti? Se këtë punë i sos vet. Çfarë në traf? Po, ama ta shifesh për punët e dynjos. E pse të njëjtën logjikë se përdorin për raportin me Allahun. Çona vetë, shkojnë në xhami, në për ftoftë, se fali sa bojnë. Kur dash ti dimit për shembull pikë shtratit tan, je mbledh aty trupi jot është i ngrohtë. E çosh ti përpara, tash elhamdullah, na kena kushtet e mira, por përpara për shembull ti e çu temperatura në shtëpi ka qenë 2-3 -5, -6. Ti ke dalë pi organit ka qenë temperatura 36, dallimi shumë i madh. Shkon ti shesh me marr abdes, ujë akull, s'ka ujë nxeft. E ti merr abdes, e shkon në xhami, e udhës, e shkon në xhami, ngrinjesh. Shkon në xhamia akull. Ama ti nuk nalesh. E s'mundesh me kom vallai barabart. Që ky njeri me atjetër që domthon vazhdon me fleta e shtatën e vet, nuk e prish gjumin, nuk e prish grocin, nuk çohet me marr abdes me ujë të ftoftë, nuk del pi shtëpia me shkon në xhami në temperaturat ulta, nuk shkon në xhami që xhamia është e ftoft, s'mund të kanë barabart. Ditën e gjykimit. Po ditën e gjykimit, normal. Po edhe dunjë, Allahu e ngrit këtë parin, edhe normalisht nuk jep kuni far pozitë këtij dytit. A muj më thonë që ki e fiton xhenetin? Shpresoj, sepse fundi nëse përfundon në këtë fund, ka sakrifikuar na për ftoft ka shku. Nëse përfundon këtë gjendje, domodin ai sigurisht që veprat e tjera tregojnë se është xhenetli. Për këtë tjetrin çka muj më thonë xho? Çka muj më thonë? E themi Allah u vzoft. Allah inshallah e bën sikur ke. Po, inshallah e këtu është e mohabeti. Don këta shembujt e mirë do të më qenë modele, që na duhet më spikat, na duhet më fol për to, na duhet më çdo komunikim toni me tjerë duhet më këshillu njerëzit. Edhe më bëu dua për ta. O Zot udhëzoje, o Zot mallsoje, o Zot dëre, që mos kemi raste natë që njerëzit të afër që i njohim, që na njohin, që kemi hangur bukë me ta, kemi ecë me ta, kemi pi çaj me ta, Zoti mos e bëj të shohim nesër tu dapi neve të çu Allahun xhenem, Allahun na rujt. Po çto kanë dy thonjet të Hasan al-Basriut, podcastin tjetër kemi më bënë dy thonje tjera që ta përfundojnë këtë porosit Hasan al-Basriut i mrekullueshëm, dhe dy tjerat janë mrekullueshme. Po para se me përfundu, kisha pas dëshirë një koment me dhon se çdo ditë kon kjo Halloweeni, ja kupton? E ki profesori Prishtinës Blerim Latifi e kishte dhënë një mesazh ku plot pastaj do të tjerë kolegë kishin thonë a be shumë i mendshëm, shumë porosit mirë pas ka thonë Halloweeni dhe dokrat e imamëve. Profesor Blerim Latifi. E pash një imam vehabist duke folur kundër Halloweenit, si një fest me përmbajtje tmerruese për fëmijët. Këtij tipit do t'i thoja, ti gjithkohon këso përmbajtjesh predikon duke u ambushur trurin të rriturve e përmëkeq edhe fëmijëve me dokra absurde, mbi natën e parë të varit, e gropat e zjarrta të ferit, horrori i Halloweenit në raport me horrorin tënd është zero. Ti e quan Halloweenin të merr për fëmijët, por e ke parë veten, ti bën që fëmijët të rriten me imazhin e varrit në mendje. Zhveprim makabër. Horrori yt nuk zgjat një natë, por gjithë jetën. Halloweeni është një ritual i pafajshëm i kulturës popullore që sublimon frikën përmes lojës, maskës dhe fantazisë, ndërkaq predikimi vehabist për gropat e ferit dhe dënimet e varrit është një mit brutal që nuk shërben për të lehtësuar frikën, por për të ushqyer atë si mjet kontroll politik e social. Profesor Blerim Latifi. Demagogji e pastër, si zakonisht domethënë njerëzit e këtill që kanë urrëtie patologjike ndaj islamit mundohen me gjitha mënyrat do thotë me kundërshtu. Këta janë njerëz do thotë as mish as peshk. Kur në pyetje krishterizmi bën krishter, kur në pyetje paganizmi bën pagan, veç çdo që është kundërshtim me islamin. Realisht qëndrimi i islamit në lidhje me festat jo islame në përgjithësi, Halloweenin veçanti, është tamam përputhje me rekomandimet e psikologëve dhe psikiatrëve modern në raport me fëmijët. Krahasimi është i pavend, domethënë Kurani dhe Suneti nuk ka kësi lloj skena të mërshme, domethënë vizuale sikurse prezantohen me Halloweenin. E dyta do thotë skenat e xhenetit dhe xhenemit që përmenden në Kur'an dhe në hadithet profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato janë domethënë fjalë të cilat i ndëgjon i rrituri dhe i formulon në mendjen e tij i pjekuri.
Kurse këto janë skena, domethënë vizuale, dhe këto është dallimi. Pse Halloweeni është problematik, sepse skenat janë vizuale që edhe fëmia më i vogël e kupton tmerrin, lemerin nga ajo që ofron Halloweeni. Kurse citatet kuranore edhe pejgamberike janë fjalë të cilat nuk kanë mundësi me marrë formë vizuale, po i dëgjon njeriu i pjekur dhe i kupton ato edhe normalisht pastaj e merr efektin pozitiv në edukimin e tij. Kjo është një. E dyta, rregulli i edukimit islam të fëmijëve nuk është më u fol për xhenet dhe xhenem fëmijëve. Edhe asnjë ligjërues musliman nuk u flet fëmijëve për xhenet për xhenem. Përkundazi u flet për obligimet e tyre në nivelin e perceptimit dhe vetdijes që kanë ata. Siç është njohja e krijuesit vet nëpërmes krijimit të qiellit dhe tokës që ai i shef edhe vetvetes së tij, dhe njohja e obligimeve parsorë që kanë ndaj madhnisë së tij, që është shprehja e mirënjohjes dhe falëndrimit dhe përuljes para tij për këtë të mira dhe të që ka dhënë Allahu i Madhëshëm. E tjerat janë faza që vinë më vonë. Edhe njëherë po theksoj se ato janë, do thotë, citate kuranore që kanë të bëjnë me mendjen e njeriu të pjekur. Edhe njeriu i pjekur, do thotë, nuk trishtohet për skenave që i shef apo i fantazon, sikurse ka mundësi mu frikësu fëmia. Pra çka them, krahasimi është banal, është i pavend, mirë, po normalisht në këto situata kur thellësia filozofike te profesorët e filozofisë është e cekët, do thotë nuk mundesh me prit me pas edhe krahasime të komplikuara me filozofike që e ke vështirë për mi deshifruar ato. Realisht edhe kjo e dyta është se përhapja e këtij lloji shkrimit, si një lloj përkrahase, dhënia e një pëlqimit këtij shkrimit edhe përhapja e këtij shkrimit nga figura ndryshme, këtë rast edhe priftër krishterë, domthonë është një lloj hipokrizie në vete, sepse edhe në krishterizëm këto fesa janë ndaluar se janë fesa pagane. Po të tjera do thotë janë problematike sepse janë ata hipokrizia tyre del shesh kur ata do thotë çdo festë islame që ka edhe kuptim edukativ shumë pozitiv e kundërshtojnë edhe kritikojnë, këto festat më të vrazhda edhe vizualisht, po edhe në përshtypje edhe në përmbajtje i përkrahin, që tregon domosdoshmë se nuk janë parimor ato analizat e veta, dhe kjo është pjesë e asaj lufte që Kurani i Madhëshëm ka treguar mes vërtetës edhe të kotës. Ai vazhdon me luftu kundër të vërtetës dhe me promovu çdo të kotë, edhe pse ai nuk është e tij, nuk është parimi i tij, nuk është besimi i tij, nuk është tradicional tek ai, mirëpo ai ka me mbrojt atë vetëm se do thotë e kundërshton feja islame. Kjo është punë e inatit, nuk ka vlerë domethënë filozofike as pak, edhe tendenca është me paraqit që xhenemi noteve po ekziston noteve. Po jo, ajo është po, mirë po tash flasim për fëmijët e krahasimin, se po ndryshe kur tham për shkrimi i xhenetit dhe xhenemit që e bën Kurani dhe Suneti, i flet mendjes së njeriu. Edhe tani fantazma e mendjes së njeriu është më e begatshme se sa për shembull përshkrimi vizual i Halloweenit nëpërmes shtrigave, domethënë edhe horrorit apo. Se ti si njeri domethënë kur lexon për xhenetin edhe begatitë e veta dhe për xhenemin në fantazinë tonë ti di me bëu diçka shosh më e madhe se ajo që e paraqesin atë me Halloweenin. Edhe normalisht këto janë masa edukative që nëpërmes xhenetit e josh besimtarin për të bërë vepra të mira, dhe nëpërmes xhenemit e pengon njeriu me bërë vepra të këqija, dhe kjo është pjesë e pandar e besimit islam. E tash ti e pranon është puna jote. Ama krahasimin e kishë qëllimin është shumë banal edhe nuk qëndron as pak, sepse dallon kujt i drejtohet Kurani dhe çfarë moshe fillon njeriu me pas obligime ndaj fesë, edhe ajo që ofron sot domethënë industria e kinematografisë ose kulturave të huaja që ja imponojnë shoqërive të ndryshme në botë nëpërmes filmave vizatimor, nëpërmes rrobave të ndryshme, nëpërmes reklamave të ndryshme, thjesht me promovu kulturë nga e cila kanë përfitime ekonomike dhe të cilat pastaj kanë pasoja psiqike të fëmijët, dhe këtë nuk e kemi thonë na musliman, por kanë thonë vetë studiuesit jo musliman në perëndim. Ti japi vul këtij muhabetit. Pa besimtari, jo muslimani, natën e varrit do ta ketë të mërshëm. Sigurisht. Horrorin çka po e cekin këto, horrori më i madh asgjë s'është, çka do të jetë natë e varrit. Me para menduar është asgjë krahasim atë që i pret ata. Edhe xhenemit po. Po, për shkak të mosbesimit tyre dhe qëndrimit agresiv ndaj besimit. Normalisht ata do jenë viktime asaj që kanë mbjell vet. Absolutisht. Dhe korin atë që kanë mbjell vet. Hoxha Allah shpërblet për pjesëmarrjen. Amin, edhe juve gjithashtu. Vazhdojmë që këtë podcast kena me vazhdu, domethënë edhe dy na kanë mbajtur nga Hasan Elbasiu, e ne shifemi javën e ardhshme. Selam aleikum.